Edhe me vendim të apelit të posaçëm, kryebashkiaku të Tiranës Erion Veliaj do t'i duhet të qëndrojnë në qelinë e paraburgimit të Durrësit. Duket se argumentet e shkallës së parë të dhëna nga gjyqtari Erion Bani kanë qenë të mjaftueshme dhe për atë të shkallës së dytë e Ngert Pëllumbi. Në nënhetim për korrupsion pasiv dhe pastrim parash, argumentet që e lanë atë të izoluar në burg ishin intimidimi i dëshmitarëve, mundësia për t'u shmangur hetimit dhe dëmtimi i provave. Por për avokatin Max Haxhia, këto arsye nuk qëndrojnë. Zgjidhja e çështjeve me mas arresti, jo vetëm për Erion Velin, por për këtë do, është një absurditet që vetëm në Shqipëri ndodh. Sidomos për vepra që nuk paraqesin këtë shkallën e rrezikshmërisë, nuk mund të aplikoj masa arrestit në burg për njeriu më të votuar të Shqipërisë, 3 herë i nominuar kryetari bashkie dhe ti thua që je person i rrezikshëm. Pikërisht të kemi kundërshtuar që rrezikshmëria e personit është e lidhur me agresivitetin dhe me mundshmërinë për të kryer vepra të tjera penale. Nga ana tjetër ai thotë se përgjimet e SPAK në përmbajtjet të cilave pretendohet se Veliaj ka tentuar të lobojë mediatikisht janë të paligjshme. Presim të ndodhë një çudi dhe në gjykatë lartë. Po hape kapitullin e përgjimeve, unë do të kaloj shumë përgjimet, në qoftë se është e vërtet ajo që ka ndodhur me antarën e gjykatës kushtetuese, për mua është një situatë skandaloze, duke filluar që nga presidenti i Republikës, nga parlamenti, nga gjykata kushtetuese, nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë, nga Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe nga gjithë populli do të vijë në alarm. Seanca ka nisur që ditën e martë, por me depozitimin e provave të reja nga prokuroria, u kërkua shtyrja e saj, e më pas gjyqtari Ngert Pëllumbi vendosi që shpallin e vendimit ta bëjë këtë të enjte. Veliaj i kundërshtoi provat e reja që SPAK pretendon se janë siguruar përmes përgjimeve telefonike, duke u shprehur se ato që hetuesit i quajnë prova janë në fakt biseda familjare të një muaji që ai ndodhet në qeli, por deklaratat e tij nuk u morën parasysh. Ndërkohë, masa nuk ndryshoi për 4 biznesmenet e tjerë të cilët ishin lënë në detyrim paraqitje. Vetëm për Elman Abulen u vendos zbutja e masës nga arrest në burg në arrest shtëpie. I njëjti gjyqtar Ngert Pëllumbi po ashtu la të ngrira 2 llogaritë bankare të Ajola Xoxhës, për të cilat ajo i kishte kërkuar apelit heqjen e sekuestros. Kjo e fundit e dyshuar për 3 vepra penale. Nuk e ka ankimuar masën e detyrimit të paraqitjes 2 herë në muaj.